Pas shkarkimit të drejtorit të policisë së Korçës Erion Ahmeti dhe dorëheqjes së drejtorit të policisë së Elbasanit Fatmir Hoxha, do të ketë edhe ndryshime të tjera të rëndësishme në rang drejtorësh qarqesh në Policinë e Shtetit. Gara është hapur edhe për drejtorin e Policisë së Shkodrës, por pritet që drejtuesi aktual i komanduar, Gentian Berberi, të kandidojë për këtë detyrë dhe të rikonfirmohet. Ndryshime do të ketë në qarkun e Lezhës, që aktualisht drejtohet nga Altin Mena. Pritet që edhe i qarku më i rëndësishëm, ai i Tiranës, të ketë ndryshim, ku drejtori aktual i Tiranës është Elton Alushi. Pothuajse në pjesën më të madhe të qarqeve do të kemi emra të rinj drejtuesish, ku pritet të promovohen edhe figura të reja, si Uljan Shpataraku, por pritet që edhe drejtuesi aktual të transferohen nga një qark në tjetrin. Ndërkohë, sot nisin edhe aplikimet e para për drejtues të departamenteve në DPPSH, pasi është hapur gara për departamentin e kufirit dhe migracionit, si dhe departamentin e marrëdhënieve ndërkombëtare. Mbetet ende e pahapur gara për departamentin e policisë kriminale, që drejtohet nga Neritan Albati, ku ligji për Policinë e Shtetit, i miratuar një vit më parë, e përcakton qartë që duhet hapur gara.